Ajo mendonte se kishte bërë gabimin më të madh të jetës së saj. Në moshën 29 vjeçare, Ana po martohej me një burr 68 vjeçar. Një milioner që mund të kishte zgjedhur çdo grua që dëshironte. Të gjithë e quanin martesën një marrëveshje përpara. Të gjithë mendonin se Ana kishte pranuar vetëm për pasurinë e tij, por askush nuk e dinte të vërtetën. Ceremonia përfundoi në heshtje. Mysafirët u larguan, kamerat u fikën dhe dera e dhomës së hotelit u mbyll pas tyre. Ana qëndroi vetëm përballë burrit të saj. Ajo priste që ai t'i jepte kontratën e martesës, çelësat e shtëpisë ose ndonjë kërkesë të pazakontë. Por milioneri nuk bëri asnjërin. Ai nxori nga xhepi një zarf të vjetër, të zverdhur nga koha, dhe ja dorëzoi. Para se të flesh sonte, duhet ta lexosh këtë. Ana e mori me duar që i dridheshin. Në pjesën e përparme të zarfit ishte shkruar vetëm një emër. Emri i nënës së saj. Ajo ngriti sytë e tronditur. Nga e njihni nënën time. Burri nuk u përgjigj. Vetëm u kthye nga dritarja dhe tha me një zë të ulët. Sepse unë kam pritur 30 vjet për këtë natë. Ana hapi zarfin. Pas vetëm disa rreshtave, fytyra e saj u zbe. Sepse ajo që po lexonte nuk kishte të bënte me paradh. Martesa e tyre nuk kishte qenë kurrë rastësi. Dhe arsyeja pse ai e kishte zgjedhur pikërisht atë do ta ndryshonte përgjithmonë jetën e saj. Ana nuk mund ta hiqte shikimin nga letra. Duart i dridheshin ndërsa syt i kalonin rresht pas rreshti. Dhoma e hotelit ishte e heshtur. Vetëm zhurma e lehtë e shiut që përplasej mbi xhamat e mëdhenj e thyente atë heshtje. Pak orë më parë, ajo kishte hyrë në këtë dhomë si një grua e martuar. Tani nuk ishte më e sigurt nëse duhej të ndihej e lumtur apo e tmerruar. Në krye të letrës ishte shkruar: për Anën, nëse një ditë ajo bëhet gruaja e Adrianit. Adrian, burri që sapo kishte martuar. Burri 68 vjeçar që zotëronte hotele, restorante dhe kompani ndërtimi në disa qytete. Burri që njerëzit e quanin të ftohtë, të pamëshirshëm dhe të pamundur për të kuptuar. Por për Anën, deri atë natë, ai kishte qenë thjesht një burr i moshuar që i kishte ofruar një marrëveshje të çuditshme. Ajo do të martohej me të për një vit. Në këmbim, ai do të paguante borxhet e familjes së saj dhe do t'i siguronte nënës së saj trajtimin që kishte nevojë. Pas një viti, sipas marrëveshjes, ata do të divorcoheshin. Kaq. Kjo ishte ajo që Ana kishte besuar, por letra po i tregonte diçka krejt tjetër. Ajo vazhdoi të lexonte. Ana, nëse po e lexon këtë letër, do të thotë se Adrian e ka çuar planin deri në fund. Mos i beso gjithçkaje që të thotë, por mos e ure pa dëgjuar të vërtetën. Ana ndaloi. Çfarë dreqin është kjo? Pëshpëriti. Adriani qëndronte pranë dritares. Ai nuk po e shikonte, dukej sikur po i jepte asaj kohë. Ana u kthye nga ai. Pse është emri i nënës time në këtë letër? Adriani mbylli syt për disa sekonda. Pastaj u kthye. Fytyra e tij nuk kishte më atë qetësinë që kishte gjatë ceremonisë. Për herë të parë, Ana pa frikë në sytë e tij, sepse nëna jote ishte personi i fundit që pash para se jeta ime të shkatërrohej. Ana mbeti pa fjalë. Çfarë do të thuash? Adriani u ul në një koltuk. Ulu, Ana. Nuk dua të ulem. Dua përgjigje. Ai e pa gjatë. Atëherë do t'i marrësh. Ana qëndroi në këmbë. Çfarë lidhjeje ke me nënën time? Adriani mori frymë thellë. Shumë vite më parë, para se të bëhesha i pasur, para se të ndërtoja kompanitë që ke parë sot, unë isha një djalë i varfër. Ana nuk foli. Isha 31 vjeç, vazhdoi ai. Kisha një punishte të vogël. Punonim unë dhe vëllai im. Nuk kishim shumë para, por kishim një ëndër. Donim të ndërtonim diçka tonën. Ai ndaloi. Dhe atëherë njoha nënën tënde. Ana ndjeu një therrje në gjoks. Ku? Në një spital. Nëna ime punonte atje. Po. Ana e dinte se nëna e saj kishte punuar dikur në spital. Por ajo gjithmonë kishte shmangur pyetjet për të kaluarën. Nëna e saj, Mira, nuk fliste kurrë për vitet e rinisë. Gjithmonë thoshte, ka gjëra që është më mirë të mbeten në të kaluarën. Ana mendonte se ishte thjesht dhimbje. Tani po kuptonte se ndoshta ishte sekret. Çfarë ndodhi mes jush? Pyeti ajo. Adriani uli kokën. Nëna jote nuk ishte ajo që mendon. Ana u tërhoq një hap. Mos fol kështu për nënën time. Nuk po e ofendoj. Atëherë çfarë po thua? Po them se ajo më shpëtoi jetën. Ana heshti. Adriani vazhdoi.
por më pas për shkak të saj unë humba gjithçka. Këto fjale tronditën më shumë se çdo gjë tjetër. Nuk kuptoj. E di. Adriani u ngrit dhe shkoi drejt një dollapi të vjetër prej druri që ishte vendosur në cep të dhomës. Ai hapi një sirtar, nxori një fotografi, ia zgjati anës. Ajo e mori. Në fotografi ishte një burr i ri, rreth të 30-tave. Pranë tij ishte një grua e re. Ana e njohu menjëherë. Ishte nëna e saj, por në fotografi nëna e saj dukej ndryshe. Ishte e re, elegante dhe buzëqeshte. Në krah të saj qëndronte Adriani, i ri, pa flokët e thinjur, pa rrudhat, pa atë shikimin e rënd që kishte sot. Ana e ktheu fotografin. Në pjesën e pasme ishte shkruar: ne të tre, përpara se gjithçka të ndryshonte. Ana ngriti kokën. Kush është personi i tretë? Adriani nuk foli. Kush është? Ai u kthye drejt dritares. Vëllai im. Ana shikoi përsëri fotografin. Ku është ai? Adriani heshti gjatë. Ka vdekur. Ana e uli fotografin. Më vjen keq. Nuk duhet. Pse? Sepse vdekja e tij nuk ishte një aksident. Ana ndjeu një të ftohtë që i përshkoi trupin. Çfarë? Adriani u kthye. Vëllai im u vra. Ana nuk dinte çfarë të thoshte. Dhoma dukej sikur ishte bërë më e vogël. Ajo shikoi përsëri fotografin. Nëna e saj. Adriani. Një burr që nuk e kishte njohur kurrë. Të tre së bashku. Në një kohë kur ajo nuk kishte lindur ende. Kush e vrau? Pyeti më në fund. Adriani nuk u përgjigj menjëherë. Për 36 vjet jam përpjekur ta zbuloj. Dhe nuk e gjete. Gjeta disa përgjigje. Cilat? Ai u ul përsëri. Mjaftueshëm për të kuptuar se njerëzit që ishin përgjegjës nuk ishin njerëz të zakonshëm. Ana u afrua. Çfarë do të thot kjo? Do të thot se pasuria që kam sot nuk erdhi vetëm nga puna. Ana e pa me dyshim. Po nga erdhi? Adriani e pa drejt në sy. Nga një marrëveshje. Çfarë marrëveshjeje? Një marrëveshje që bëra me njeriun që shkatërroi familjen time. Ana u ngrit menjëherë. Atëherë pse më zgjodhe mua? Adriani heshti. Kjo është ajo që dua të di. Nuk të kuptoj. Kur të pash për herë të parë, mendova se ishe thjesht vajza e mirës. Ana ndjeu zemrën t'i rrihte më shpejt. Dhe pastaj pash diçka në fytyrën tënde. Çfarë? Syt. Ana u hutua. Syt. Syt e vëllait tim. Ajo qeshi me nervozizëm. Kjo është çmenduri. E di që ti ngëllon kështu. Ti më martove sepse mendove se i ngjaj vëllait tënd. Jo. Ai u ngrit. Të martova sepse duhej të mbroja. Ana mbeti e ngrirë. Nga kush? Adriani nuk foli. Nga kush, Adrian? Ai u afrua ngadalë. Nga njerëzit që kanë kërkuar të gjejnë për shumë vite. Ana ndjeu frikë. Pse do të më kërkonte dikush mua? Sepse ti ke diçka që ata duan. Çfarë? Adriani pa letrën në dorën e saj. Një të vërtet që nëna jote e fshehu për 29 vjet. Ana u ul në shtrat. Çfarë të vërtete? Adriani mori një kuti të vogël metalike. E vendosi mbi tavolinë. Këtë ma dha nëna jote 6 muaj para se të lindje. Ana e pa kutin. Çfarë ka brenda? Nuk e kam hapur. Pse? Sepse më tha se nuk duhet ta hapja kurrë. Atëherë pse ma tregon mua? Adriani buzëqeshi hidhur. Sepse tani është e jotja. Ana zgjati dorën. Por para se ta prekte kutin, telefoni i saj ra. Ishte nëna. Ana u përgjigj menjëherë. Mami. Në anën tjetër nuk dëgjohej asgjë. Mami, ja ty. Vetëm frymëmarrje. Pastaj një zë i dobët. Na. Po mami. Ku je? Në hotel. Heshtje. Me të. Ana shikoi Adrianin. Po. Zëri i nënës së saj ndryshoi. Mos i beso. Ana u ngrir. Çfarë? Mos i beso Adrianit. Adriani dëgjoi vetëm emrin. Mami, pse? Duhet të largohesh. Pse? Sepse ai. Në atë moment lidhja u ndërpre. Mami. Ana e pa ekranin. Mami. Asnjë përgjigje. Ajo telefonoi përsëri. Telefoni ishte i fikur. Çfarë ndodhi? Pyeti Adriani. Ana e pa me zemërim. Ajo më tha të mos të besoja. Adriani nuk u duki befasuar. Përkundrazi, dukej sikur e kishte pritur. E dija. Çfarë do të thuash e dija? Sepse ajo ka frikë prej meje. Pse?
Adriani mori kutin metalike, sepse ajo e di se çfarë ka brenda. Hape. Jo. Hape tani. Jo, Ana. Ti më solle këtu, më martove dhe më tregove gjëra për familjen time që nuk i kam ditur kur. Tani do ta hapësh atë kuti. Adriani e pa gjatë. Pastaj nxori një çelës. E vendosi mbi tavolinë. Hape ti. Ana mori çelësin. Duart i dridheshin. E futi në brav. Theu. Klik. Kapaku u hap. Brenda kishte 3 gjëra. Një fotografi, një sebë dhe një letër të palosur. Ana mori letrën. Në pjesën e sipërme ishte shkruar: për vajzën time, Anën. Ajo u ul. Filloi të lexonte. Bi. Vetëm kjo fjale e bëri të qante. Kur të lexosh këtë letër, unë ndoshta nuk do të jem më në gjendje të mbroj. Ana mbuloi gojen. Kam bërë shumë gabime në jetën time. Një prej tyre ishte se heshta për shumë gjatë. Ana ndaloi për një çast. Adriani nuk lëvizi. Burri me të cilin je martuar sonte nuk është njeriu që të kanë treguar të tjerët. Ana ngriti syt drejt Adrianit. Ai ishte i zbet. Ajo vazhdoi. Por as ai nuk është i pafajshëm. Ana e uli letrën. Çfarë do të thotë kjo? Adriani nuk foli. Ajo vazhdoi të lexonte. Adrian ka ardhur tek ti për një arsye. Ai beson se ti ke çelësin e një sekreti që filloi para se ti të lindje. Ana ndaloi. Mori frym. Mos ja jep atij usp në pa parë më parë çfarë ka brenda. Ajo ngriti syt. Pastaj shikoi usbën. Adriani tha. Mos e hap. Ana u kthye. Pse? Sepse pasi ta shohësh, nuk do të mund të kthehesh më pas. Ndoshta nuk dua të kthehem. Ajo mori laptopin. Futi usbën. Në ekran u shfaqën disa dosje. Njëra kishte vetëm një emër. 1997. Ana klikoi. Brenda kishte 10 dokumente. Raporte. Fotografi. Transferta bankare. Dhe një video. Ajo klikoi videon. Pamja ishte e vjetër me cilësi të dobët. Një dhomë me errët. Një burr i ri ishte ulur në një karrige. Ana e njohu. Ishte Adriani. Por videoja ishte regjistruar shumë vite më parë. Në anën tjetër të tavolinës ishte ulur një burr që Ana nuk e njihte. Burri foli. Nëse do që vëllai yt të jetoj, do të bësh atë që të them. Ana ndjeu gjakun t'i ngrinte. Adriani i ri u përgjigj. Mos e prek atë. Atëherë firmos. Çfarë kërkon? Burri vendosi një dokument mbi tavolinë. Kompanin. Adriani i ri shikoi dokumentin. Nuk do të ta jap. Burri buzëqeshi. Atëherë nesër do të marrësh lajmin për vëllain tënd. Videoja u ndërpre. Ana mbeti pa fjalë. Kjo është arsyeja. Pyeti ajo. Adriani nuk u përgjigj. Tia dhe kompanina ti. Po. Dhe ai vrau vëllain tënd gjithsesi. Adriani mbylli syt. Po. Ana u ngrit. Kush ishte ai? Adriani e pa. Babai yt. Ana u ngrir. Çfarë? Burri në video ishte babai yt. Ajo u tërhoq pas. Babai im ka vdekur. E di. Ai vdiq kur unë isha 5 vjeç. Jo, Ana. Adriani u afrua. Ai nuk vdiq atëherë. Ana e pa me tmerr. Çfarë po thua? Vdekja e tij ishte inskenuar. Jo. Nëna jote e dinte. Ana filloi të tunte kokën. Jo. Kjo nuk mund të jetë e vërtet. Mira të ka mbrojtur gjithë jetën. Atëherë ku është ai? Adriani heshti. Ana e kapi nga krahu. Ku është babai im? Nuk e di. Po gënjen. Jo. Ti e di. Nëse do ta dija, do ta kisha gjetur shumë kohë më parë. Ana u ul në dysheme. Lotët i rridhnin pa pushim. Gjithë jeta e saj po shembej brenda pak minutash. Babai që kishte menduar se kishte vdekur. Nëna që i kishte fshehur të vërtetën. Dhe burri që sapo kishte martuar. Ishte pjesë e kësaj historie që para se ajo të linte. Por ende kishte një pyetje. Një pyetje që nuk e linte të merrte frym. Nëse babai im është gjallë, pse më martove? Adriani nuk foli. Ana ngriti kokën. Pse më martove? Ai u afrua. Sepse para 3 ditësh mora një mesazh. Nga kush? Adriani nxori telefonin. Ja tregoi. Në ekran ishte një mesazh i vetëm. Ajo është gjetur. Vajza e mirës. Nëse do të dish ku është babai i saj, martoje me veten. Pastaj do të tregojmë gjithçka.
Ana e lexoi disa herë. Kush ta dërgoi? Një numër që nuk ekziston më. Dhe ti pranove. Po. Pse? Adriani e pa drejt në sy. Sepse për 36 vjet kam kërkuar njeriun që vrau vëllain tim. Ai ndaloi. Dhe tani besoj se ai njeri është ende gjallë. Ana fshiu lotët. Babai im. Ndoshta. Në atë moment, telefoni i Adrianit vibroi. Të dy u kthyen. Një mesazh i ri. Adriani e hapi. Fytyra e tij ndryshoi. Ana u ngrit. Çfarë thot? Ai nuk u përgjigj. Adrian, çfarë thot? Ai ja zgjati telefonin. Ana lexoi. Mos kërko më babain tënd. Ai është më afër jush nga sa mendoni. Poshtë mesazhit ishte një fotografi. Një fotografi e hotelit. E bërë vetëm pak minuta më parë. Nga një dhomë përballë. Në fotografi shiheshin Ana dhe Adriani pranë dritares. Dikush po i vëzhgonte. Ana ngriti kokën drejt dritares. Në ndërtesën përballë, një dritë u fi. Dhe në atë qast, Adriani tha vetëm 4 fjalë. Na kanë gjetur. Na kanë gjetur. Fjalët e Adrianit mbetën pezull në ajrin e rënd të dhomës. Ana nuk po merrte më frym normalisht. Syt i kishte ngulur te ndërtesa përballë. Disa dritare ishin ende të ndriçuara. Por ajo që kishte parë në ekranin e telefonit ishte mjaftueshme për ta bindur se dikush i kishte vëzhguar. Kush? Pyeti ajo. Adriani nuk u përgjigj. Ai shkoi me një herë te perdja dhe e mbylli. Pastaj fikte dritat njëra pas tjetrës. Çfarë po bën? Nëse dikush po na vëzhgon, nuk dua t'i jap mundësinë të shoh ku jemi. Ana u afrua. Ti e dije se kjo mund të ndodhte. Adriani heshti. Ti e dije. Përsëriti ajo. Po. Ana e pa me mosbesim. Atëherë pse më solle këtu? Sepse nuk kisha zgjidhje tjetër. Gjithmonë ke një justifikim. Nuk është justifikim. Ai mori çelsat e makinës. Duhet të largohemi. Ku? Diku ku nuk mund të na gjejnë. Ana qeshi me hidhërim. Ti ende mendon se do të vi me ty. Adriani u ndal. Nëse qëndron këtu, do të jesh në rrezik. Ndoshta rreziku je ti. Ai nuk u përgjigj. Ana mori telefonin. Do të telefonoj policin. Adriani u kthye. Bëje. Ajo u habi. Çfarë? Telefonoj. Pse nuk po më ndalon? Sepse nuk kam bërë asgjë që të dëmtoj. Ti më gënjeve për gjithçka. Po. Më fshehe të vërtetën për familjen time. Po. Më martove për një arsye që nuk ma tregove. Po. Dhe tani më thua se dikush po na përgjon. Sepse është e vërtet. Ana e shikoi për disa sekonda. Pastaj mori telefonin. Por para se të telefononte, telefoni i saj ra. Numër i panjohur. Ana ngriu. Adriani i bëri shenjë të mos përgjigjej. Por telefoni vazhdoi të binte. 1 herë, 2 herë, 3 herë. Pastaj u ndal. Një mesazh mbërriti. Mos i beso burrit që ke pranë. Ana shikoi Adrianin. Ishte ai. Nuk e di. Një tjetër mesazh. Nëse do të dish ku është babai yt, dil vetëm nga hoteli. Ana ndjeu zemrën t'i rrihte fort. Mos shko, tha Adriani. Ndoshta është mënyra e vetme për të gjetur babain tim. Është kurth. Si mund ta dish? Sepse kam parë këtë lojë më parë. Me kë? Adriani u afrua. Me njerëzit që vran vëllain tim. Ana heshti. Ai vazhdoi. Ata nuk kërkojnë para. Nuk kërkojnë pasuri. Kërkojnë kontroll. Atëherë çfarë duan nga unë? Uspe. Ana e pa. Si e din që e kam? Sepse dikush ua ka treguar. Nëna ime. Ndoshta. Ti. Adriani tundi kokën. Jo. Atëherë kush? Ai nuk dha përgjigje. Në atë moment u dëgjua një trokitje në derë. Të dy u ngrin. Trokitje e dytë. Ana përshpëriti. Kush është? Asnjë përgjigje. Adriani bëri shenjë që ajo të qëndronte pas tij. Ai u afrua te dera. Kush është? Nga jashtë u dëgjua një zëburri. Shërbimi i hotelit. Adriani nuk e hapi. Nuk kemi kërkuar asgjë. Heshtje. Pastaj zëri u përgjigj. Kemi një mesazh për zonjën. Ana u afrua. Nga kush? Nga nëna juaj. Ana shikoi Adrianin. Ai i bëri shenjë të mos lëvizte. Por pastaj dëgjuan diçka. Një zhurmë metalike. Adriani e kuptoi menjëherë. Mbrapa. Ai e shtyu anën drejt murit. Dera u hap me forcë.
Një burr me kapuç hyri brenda. Adriani u përplas me të. Të dy ranë për tokë. Ana bërtiti. Burri u ngrit dhe nxori diçka nga xhepi, por Adriani e kapi dorën e tij dhe ja rrëzoi sendin. Një tjetër person u shfaq në korridor. Ana vrapo. Ajo nuk mendoi. Vrapoi drejt daljes së pasme. Por para se të dilte, dëgjoi një zë. Ana. Ajo u kthye. Adriani po luftonte me dy burra. Njëri prej tyre e goditi. Ana donte të kthehej, por Adrian bërtiti. Mos u kthe. Ajo doli në korridor. Vrapoi. Hapi derën e shkallëve dhe zbriti. Kati I parë. Pastaj kati përdhes. Dëgjoi hapa pas saj. Ana. Ajo vrapoi drejt daljes, por dikush e kapi nga krahu. Ana bërtiti. Ishte Adriani. Hajde. Mendova se. Nuk kam kohë të shpjegoj. Ata dolën nga dera e pasme e hotelit. Një makinë e zezë ishte parkuar në rrugicë. Adriani hapi derën. Hyr. Ana hyri. Makina u nis me shpejtësi. Për disa minuta asnjëri nuk foli. Ana po dridhej. Kush ishin ata? Nuk e di. Gënjeshtar. Nuk e di kush ishin konkretisht, por e di pse erdhën. Adriani shtrëngoi timonin. Po. Uzbja. Po. Ana e nxori nga çanta. Atëherë le ta shkatërrojmë. Adriani frenoi papritur. Jo. Pse? Sepse ajo është e vetmja gjë që mund të na çojë babai yt. Ana e shikoi. Dhe të vras si I vëllait tënd. Po. Makina vazhdoi. Pas rreth një ore, ata arritën në një shtëpi të vjetër jashtë qytetit. Ana e pa me dyshim. Ku jemi? Në shtëpinë e një miku. Mund t'i besohet? Po. Si quhet? Iliri. Ana zbriti. Shtëpia duke e braktisur, por brenda ishte krejt ndryshe. Kishte kamera, monitor, harta, dosje, fotografi. Ana u ndal para një muri. Në të kishte 10 fotografi. Disa prej tyre ishin të nënës së saj, disa të Adrianit të ri, dhe një fotografi që e bëri Anën të ngrinte. Ishte një fotografi e saj, por ajo ishte bërë kur Ana ishte vetëm 8 vjeç. Nga e ke këtë? Pyeti ajo. Adriani heshti. Nga e ke? Ma dha nëna jote. Ana u kthye. Çfarë? Iliri ishte shoku më I ngushtë I vëllait tim. Një burr rreth të 60-tave doli nga dhoma tjetër. Nuk jam thjesht shoku I tij. Ana u kthye. Burri e pa gjatë. Unë isha aty natën kur ai vdiq. Ana u afrua. Çfarë ndodhi? Iliri shikoi Adrianin, pastaj Anën. Nuk duhet ta dish ende. Të gjithë më thon këtë. Ana shpërtheu. Nuk duhet ta dish. Nuk është koha. Do të tregojmë më vonë. Jam lodhur. Iliri uli kokën. Ke të drejtë. Ai mori një dosje. E vendosi mbi tavolinë. Atëherë le ta fillojmë. Hapi dosjen. Në faqen e parë ishte një emër. Arben Kodra. Ana u zbe. Ky është babai yt, tha Iliri. Ana u ul. Mendova se quhej I vdekur. Kështu duhej të mendonin të gjithë. Pse? Iliri heshti. Pastaj tha. Sepse babai yt nuk ishte viktim në atë histori. Ana ngriti kokën. Çfarë do të thuash? Iliri vendosi një fotografi tjetër mbi tavolinë. Ishte Arbeni, por këtë herë ai nuk ishte vetëm. Në krah të tij ishte një burr tjetër. Ana e njohu. Ishte burri që kishte parë në videon e vjetër. Kush është ky? Iliri tha. Njeriu që kontrollonte gjithçka. Emri. Viktor Dema. Adriani u afrua. Mendova se kishte vdekur. Iliri tundi kokën. Edhe unë. Ana shikoi të dy. Çfarë lidhje ka ai me babain tim? Iliri u përgjigj. Ishim partner. Ana ndjeu një goditje në gjoks. Partner në çfarë? Në biznes. Çfarë biznesi? Iliri shikoi Adrianin. Biznes që nuk duhet të ekzistonte. Ana priti. Para shumë vitesh, ata merreshin me pastrimin e parave për njerëz shumë të fuqishëm. Ana mbeti pa fjalë. Babai im ishte kriminal. Po. Adriani ndërhyri. Por më pas ai u përpoq të largohej. Iliri tundi kokën. Dhe ky ishte gabimi I tij. Pse? Pyeti Ana. Sepse ai mori diçka që nuk I përkiste. Çfarë? Iliri shikoi usbën. Të dhënat. Ana e kuptoi. Usbja. Po. Çfarë ka brenda?
Iliri nuk u përgjigj. Në vend të tij, Adriani foli. Emrat. Ana u kthye. Emrat e kujt? Njerëzve që kishin dhënë urdhra. Për çfarë? Adriani e pa në sy. Për vrasje. Ana ndjeu të ftohtë. Sa njerëz? Iliri tha. Mjaftueshëm për të rrëzuar gjysmën e njerëzve të fuqishëm të vendit. Heshtje. Ana shikoi Uzbën. Tani e kuptonte pse të gjithë e kërkonin. Babai im e fshehu këtë. Po. Ku? Iliri u ngrit. Kjo është pjesa që nuk e dim. Ana pa Adrianin. Atëherë pse më kërkojnë mua? Iliri heshti. Pastaj nxori një fotografi të fundit. Ja dha Anës. Ishte një foto e saj si fëmijë, por këtë herë në sfond qëndronte një burr. Ana e njohu menjëherë. Ishte babai i saj, por fotografia ishte bërë kur ajo ishte 16 vjeç. 4 vite pas vdekjes së supozuar të tij. Ana filloi të dridhej. Ai më ka parë. Po, tha Iliri. Ku? Në shkollë. Pse nuk erdhi të më takonte? Iliri heshti. Ana filloi të qante. Pse? Adriani ju afrua. Sepse po të afrohej do të vriste. Ana e pa. Kush? Adriani tha. Viktor Dema. Në atë moment një nga monitorët filloi të biponte. Iliri u kthye. Çfarë ndodhi? Ekrani tregonte kamerën jashtë shtëpisë. Një makinë e zezë ishte ndalur në rrugë. Pastaj një tjetër. Pastaj një e tretë. Iliri u zbe. Nuk është e mundur. Adriani u afrua. Çfarë? Iliri përshpëriti. Ata na gjetën. Ana u ngrit. Kush? Iliri shikoi ekranin. Njerëzit e Viktor Demës. Por pastaj kamera ndryshoi kënd. Një burr doli nga makina. Ai ngriti kokën drejt kamerës. Dhe buzëqeshi. Ana nuk e njihte. Por Adriani po. Fytyra e tij u zbe. Jo. Ana e pa. Kush është? Adriani u përgjigj me zë të ulët. Vëllai im. Ana mbeti pa fjalë. Por ti the se ai kishte vdekur. Adriani nuk përgjigjej. Në ekran burri ngriti dorën. Pastaj bëri një shenjë. Dritat e shtëpisë u fikën. Dhe në errësirë u dëgjua një zë nga jashtë. Adrian ka kaluar shumë kohë. Adriani shikoi Anën. Tani do të mësosh të vërtetën. Tani do të mësosh të vërtetën. Fjalët e Adrianit u përplasën me heshtjen e dhomës. Ana qëndronte pranë tavolinës me sytë e monitori. Në ekran, burri që të gjithë mendonin se kishte vdekur po qëndronte jashtë shtëpisë. Vëllai i Adrianit, njeriu që kishte qenë arsyeja e gjithë hakmarrjes së tij për 36 vjet. Si është e mundur? Pyeti Ana. Adriani nuk përgjigjej. Iliri u afrua te monitori, sepse ai nuk ka vdekur. Por ti më the, të thash atë që besoja, tha Iliri. Ana pa Adrianin. Ti e dije? Jo. Po tani. Adriani mori frymthell. Tani e di që gjithçka që kam besuar për 36 vjet ishte gënjeshtër. Në atë moment dritarja e shtëpisë u thye. Të gjithë u hodhën për tokë. Një plumb u përplas në mur. Poshtë, bërtiti Iliri. Adriani kapi Anën dhe e tërhoqi pas një muri. Zhurma e hapave u dëgjua jashtë. Pastaj një zë. Adrian, dil jashtë. Adriani u ngrit. Mos, tha Ana. Ai e pa. Duhet ta përballoj. Ai mund të vras. Kam pritur këtë moment gjithë jetën. Nuk ja vlen. Adriani buzëqeshi hidhur. Për mua po. Por para se të dilte, një tjetër zë u dëgjua nga jashtë. Një zë që Ana e njohu. Zëri i babait të saj. Ana. Ajo u ngrit me njëherë. Babi. Adriani e kapi nga krahu. Mos. Ishte ai. Mund të jetë kurth. Jo. E njoh zërin e tij. Ti ishe 5 vjeç kur ai vdiq. Por nuk e harrova. Ana u shkëput nga dora e Adrianit. Babi. Ajo doli nga pas muri. Dera e jashtme u hap. Një burr hyri. I moshuar. Me flokë të thinjur. Me fytyrën e lodhur. Ana e pa. Për disa sekonda nuk mund të fliste. Burri i shikoi syt. Dhe vetëm tha. Bi. Ana shpërtheu në lot. Babi. Ajo vrapoi drejt tij. Por Adriani e ndaloi. Prit. Burri ngriti duart. Nuk kam ardhur t'ju dëmtoj. Ana po qante. Je gjallë. Po. Pse më le? Burri uli kokën. Sepse po të qëndroja pranë teje do të vrisnin. Të gjithë këto vite kam menduar se më kishe braktisur.
Nuk të kam braktisur kur. Atëherë pse? Ai pa Adrianin. Sepse duhej të mbroja një sekret. Adriani u afrua. Ti më vrave vëllan. Burri u kthye. Jo, kam prova. Prova që ke parë janë të manipuluara. Adriani u ngrit. Mos më gënje. Nuk po të gënjej. Për 36 vjet ka menduar se ti e vrave. Dhe dikush ka dashur pikërisht këtë. Ana ndërhyri. Kush? Baba i saj e pa. Viktor Dema. Iliri Uzbe. Viktor. Ai nuk ka vdekur, tha Arbeni. Dhe ai ka kontrolluar çdo gjë që nga fillimi. Adriani mbeti i ngrirë. Pse do të më linte të besoja se vëllai im ishte vrarë nga Arbeni? Sepse kishte nevojë që ti të bëhesh armiku i tij. Pse? Arbeni u afrua. Sepse ti kishe diçka që ai nuk mund ta merrte. Çfarë? Besimin e njerëzve. Arbeni nxori një dosje të vjetër. Kur ti ishe i ri, vëllai yt zbuloi se Viktor po përdorte kompanitë tuaja për të fshehur para. Adriani heshti. Ai vendosi ta denonconte. Po, dhe ti. Unë u përpoqa ta ndihmoja. Por ai vdiq. Arbeni tundi kokën. Jo atë natë. Adriani ngriti syt. Çfarë? Vëllai yt mbijetoi. Ana u trondit. Atëherë çfarë ndodhi? Arbeni shikoi Adrianin. Viktor e mori peng. Për sa kohë? Për 14 vjet. Heshtje. 14 vjet. Përsëriti Adriani. Po, ku ishte? Në një vend që nuk ekziston më. Dhe tani, Arbeni nuk u përgjigj. Ana pa monitorin. Ai është jashtë. Arbeni tundi kokën. Jo, çfarë? Ai burr jashtë nuk është vëllai yt. Adriani u kthye drejt ekranit. Atëherë kush është? Arbeni tha. Djali i tij. Heshtje absolute. Ana ndjeu se gjithçka po bëhej gjithnjë më e pabesueshme. Vëllai yt pati një djalë, vazhdoi Arbeni. Dhe Viktor e rriti atë si ushtarin e tij. Adriani mbuloi fytyrën me duar. Përse nuk më tregove? Sepse nuk dija kujt i besoja. Po nënës Anës. Arbeni heshti. Ana u kthye. Çfarë lidhjeje kishte nëna ime? Arbeni e pa drejt. Nëna jote ishte gruaja që më ndihmoi të largohesha. Ana nuk fliste. Ajo e dinte gjithçka. Pse nuk më tregoi? Sepse kishte frikë. Nga Viktor. Nga të gjithë. Ana filloi të qante. Pra, gjithë jetën time kam jetuar mbi një gënjeshtër. Arbeni u afrua. Jo, bi. Po. E vetmja gjë që nuk ishte gënjeshtër ishte dashuria ime për ty. Ana e pa me lot. Për herë të parë pas shumë vitesh, ajo ndjeu diçka që kishte munguar gjithë jetën. Një baba. Por në atë moment një zhurmë e fortë u dëgjua nga jashtë. Iliri shikoi monitorin. Ata po hyjnë. Arbeni u kthye. Duhet të ikni. Po ti. Pyeti Ana. Unë do të vi me ju. Adriani mori uspën. Kjo duhet të shkojë në një vend të sigurt. Arbeni e pa. Jo. Pse? Sepse ajo nuk përmban vetëm emrat. Çfarë tjetër ka? Arbeni u afrua dhe foli me zë të ulët. Ka një video të regjistruar nga nata kur vëllai yt u zhduk. Adriani u ngrir. Çfarë tregon? Tregon kush dha urdhrin. Kush? Arbeni pa Anën. Dikush që ti e njeh shumë mirë. Ana u ndje keq. Kush? Arbeni nuk foli. Një zhurmë tjetër. Dera kryesore u drodh. Nuk kemi kohë, tha Iliri. Ata u larguan nga dera e pasme. Vrapuan në përpyll. Pas tyre dëgjoheshin hapa. Ana mbante fort dorën e babait. Për herë të parë pas 24 vitesh, ajo po ecte pranë tij. Por ende kishte një pyetje. Babi. Po. Kush e urdhëroi vrasjen e vëllait të Adrianit? Arbeni nuk u përgjigj. Babi. Ai ndaloi. U kthye. Nuk ishte Viktor. Adriani dëgjoi. Atëherë kush? Arbeni pa Adrianin. Ishte nëna jote. Ana u ngrir. Jo. Ajo dha urdhrin. Po gënjen. Doja të mos ishte e vërtet. Ana u kthye nga Adriani. Ai nuk fliste. Ti e dije? Pyeti ajo. Adriani tundi kokën. Jo. Arbeni vazhdoi. Por ka edhe diçka tjetër. Ana mezi po merrte frym. Çfarë? Nëna jote nuk e bëri përpara. Atëherë pse? Arbeni shikoi Adrianin. Sepse vëllai yt nuk ishte viktim. Adriani u zbe. Çfarë do të thuash? Ai ishte babai biologjik i Anës. Ana mbeti pa lëvizur. Adriani e pa.
Arbeni vazhdoi. Dhe nëna jote kishte frikë se një ditë e vërteta do të zbulohej. Ana nuk mund të fliste. Gjithçka u bë e errët. Disa orë më vonë, Ana u zgjua në një dhomë të vogël. Pranë saj ishte Adriani. Ai po qëndronte në heshtje. Ana e pa. A është e vërtet? Adriani nuk foli. A është vëllai yt babai im? Ai uli kokën. Nuk e di. Babi im çfarë tha? Tha atë që beson. Po ti. Adriani ju afrua. Unë dua të gjej të vërtetën. Ana mori USB. Atëherë ta shohim. Adriani e pa. Je e sigurt? Po. Ata hapën videon. Pamja ishte e errët. Një dhomë, një tavolinë. Vëllai i Adrianit ishte ulur në një karrige. Përballë tij ishte Mira, nëna e Anës. E re, e friksuar. Ajo po qante. Burri tha: Mira, nuk mund të më vrasësh. Ajo u përgjigj: Nuk dua. Atëherë mos e bëj. Nëse nuk e bëj do të vdes vajza ime. Ana mbuloi gojen. Videoja vazhdoi. Mira vendosi një zarf mbi tavolinë. Më fal. Burri e pa. Ti nuk e di çfarë po bën. Pastaj videoja u ndërpre. Ana po qante. Ajo po përpiqej të më mbronte. Adriani nuk fliste. Por papritur videoja rifilloi. Një pjesë që nuk e kishim parë. Kamera tregonte derën. Një burr hyri. Ana ngriti syt. Adriani u ngrit. Jo. Në ekran ishte Viktor Dema. Por pas tij hyri një tjetër person. Ana e njohu menjëherë. Ishte Iliri, shoku i Adrianit, njeriu që i kishte ndihmuar. Ana u kthye drejt derës. Iliri. Në atë moment dera u hap. Iliri qëndronte aty. Ai nuk po buzëqeshte më. Më falni, tha ai. Adriani u ngrit. Ti. Iliri mbylli derën. Nuk doja të përfundonte kështu. Ana u tërhoq pas. Ti na tradhtove. Iliri uli kokën. Nuk kisha zgjedhje. Gjithmonë ka zgjedhje. Bërtiti Ana. Iliri nxori telefonin. Viktor ka nënën tënde. Ana u ngrir. Mamin. Është gjallë. Adriani e pa. Çfarë kërkon? Iliri u përgjigj. USB. Ana e mbajti fort. Jo. Iliri e pa. Atëherë Mira vdes. Ana heshti. Dhe pikërisht atëherë telefoni i Ilirit ra. Ai u përgjigj. Në anën tjetër u dëgjua një zë. Zëri i Viktor Demës. Ilir, mos haro të tregosh diçka tjetër. Iliri u zbe. Çfarë? Viktori tha. Babai i Anës nuk është Arbeni. Ana ngriti kokën. Çfarë? Zëri vazhdoi. Dhe burri që mendoni se është vëllai i Adrianit është ende gjallë. Telefonata u ndërpre. Ana pa Adrianin. Ai ishte i ngrirë. Pastaj Iliri tha fjalë që askush nuk priste. Vëllai yt po vjen këtu. Dera pas tyre u hap ngadalë. Një hije u shfaq në korridor. Dhe një zë i vjetër tha. Adrian më në fund.